Xhevdet Troplini, aktualisht 59 vjeç, është një person me background të mëparshëm kriminal në fushën e narkotrafikimit të heroinës drejt barit, që prej vitit 2004-2006. Me 17 janar të vitit 2006, ai u arrestua si dyshuar i përfshirë në trafikimin e heroinës drejt barit në Itali. Në banesën e tij në Shkozet të Durrësit, policia në atë kohë kapi një shumë prej 400 milion lekësh kesh, ndërsa 2 persona të tjerë u kapën në Bari me një ngarkesë heroine që kapte vlerën e 2.5 milion eurove. Pas daljes nga burgu, Xhevdet Troplini u mor me biznes të lishëm dhe u dallua për afërsinë e tij me politikën. Gjatë vitit 2016, ai shihet në kompleksin e Pularis Ovital në Shkozet të Durrësit në një aktivitet të Ministrisë së Bujqësisë në inaugurimin e biznesit të tij të vezëve. Në foto shihet se ai është pranë ish kreu të kuvendit të kohës Ilir Meta, ministrit të bujqësisë Edmond Panariti dhe Ergjys Agasit, kreu i Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit në atë kohë. Aktualisht, përflitet se është pranë partisë në pushtet, Partia Socialiste. Kreu i opozitës aktuale Sali Berisha e akuzoi Xhevdet Troplinin dhe klanin e tij si ndikues në përzgjedhjen e Arkend Ballës si deputet në qarkun e Durrësit nën siglën e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 maj 2025. Gjatë viteve 2015-2017 është e njohur për publikun përplasja e grupit të Xhevdet Troplinit me atë të Emiliano Shullazit, ku mes palëve gjatë kësaj periudhe pati dhe viktima. Pas kësaj periudhe, grupi i tij nuk kishte rival dhe u konsolidua më tej edhe me mbështetjen e politikës ku Ergjys Agasi, ish krehu i djathi Ilir Metës, aktualisht shumë pranë kryeministrit Rama, është akuzuar si ndërmjetës dhe koordinator mes grupit të Troplinit dhe partisë në pushtet.